Rreshtet e vazhdueshme në Kosovë po krijojnë vështirësi serioze për qarkullimin rrugor. Segmenti i rrugës nacionale Ferizaj-Prishtinë, që kalon përmes fshatit Llapnasell, segmenti nga rrethi Prishtinë-Mall drejt kryeqytetit dhe segmenti nga rrethi Marigona në drejtim të Ferizajt është mbyllur plotësisht për automjetet për një kohë të caktuar, njoftoi policia e Kosovës. Ky veprim është marrë si masë domosdoshme për mbrojtjen e qytetarëve dhe për parandalimin e aksidenteve të mundshme. Ministria e Infrastrukturës të ditur se gjatë ditës segmenti pritet të hapet për qarkullim. Problematik mbetet edhe në nënkalimi në Mazgit drejt autostradës, ku uji ka grumbulluar për shkak të bllokimit të kanalit. Problematik mbetet edhe në nënkalimin në Mazgit drejt autostradës, ku uji është grumbulluar për shkak të bllokimit të kanalit. Autoritetet po punojnë për zhbllokimin e rrugës dhe për rikthimin e qarkullimit normal. Ndërkohë, rreshtet kanë shkaktuar rrshitje të dheut në autostradën Ibrahim Rugova dhe probleme në rrugën Fush Kosovë-Gjurgjic. Policia dhe Ministria e Infrastrukturës paralajmërojnë qytetarët që të shmangin këto segmente dhe të jenë të kujdesshëm gjatë udhëtimit deri në përfundimin e punimeve dhe largimin e rreziqeve.